Me kërkesë të prokurorisë Vlorë, gjykata është vendosur në mas arrest shtëpie avokati Delo Meçani, i cili akuzohet për mashtrim me pasoja të rënda, falsifikimi dokumenteve dhe pastrimi parave. Hetimet filluan pasi dy shtetas kanë kallëzuar në prokurori avokatin në ndyshimin se ka përvetësuar pasurinë e viktimave të veprës në vlerën 19.200.000 lekë të reja, duke përdorur gënjeshtrën dhe shpërdoruar besimin e viktimave, me qëllim për të përfituar padrejtisht vlerat monetare. Gjithashtu, duke marrë në konsiderat lëvizjet e kryera në llogarinë bankare, ku menjëherë pas kalimit të shumës së parave në llogari bankare nga përmbaruesi, avokati ka kaluar një pjesë të parave në llogarinë e një personi me përshkrimin kost për blerje apartament. Sipas prokurorisë, ky nuk është rasti i parë që avokati Delo Meçani akuzohet për mashtrim. Një tjetër ngjarje është bërë publike, ku një shtetas kishte fituar gjyshin me airportin e Vlorës për heqje të padrejtë nga puna duke përfituar 14 milion lekë. Sipas vendimit, shuma do t'i kthehej përmes përmbarimit, por kallëzuesi mësoi se avokati i tij, Delo Meçani, i kishte tërhequr parat. Meçani pranoi se i kishte marrë parat dhe tha se do t'ia kthente klientit, por pas një viti kjo nuk ka ndodhur. Me rastin po merret edhe dhoma kombëtare e avokatisë.